E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit të lidhur me Big Brother VIP Albania dhe VIP Kosova. Por pikërisht tani do të ndalojmë te Big Brother VIP Kosova, por para se unë të sjell lajmin më të fundit pranë jush, dua që t'ju informoj se pikërisht në orën 21 do t'jemi live në kanalin Monitor TV me emisionin Talk Show, ku sonte do të flasim për ngjarjen tragjike, ndarjen nga jeta të artistit të madh shqiptar Shpat Kasapit, po ashtu do të flasim edhe për shoqërinë, për kulturën që po investohet në median shqiptare. Tani dua të ndaloj pak tek Eliona, një banore e cila po përflitet shumë nëpër median sociale. Unë nuk dua në asnjë mënyrë që edhe Eliona dhe historia e saj të përdoret nga ana e produksionit, ashtu siç Linda në fakt pretendonte që produksioni i përdor historitë e banorëve për klikime, dhe unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë që historitë e askujt të përdoren për klikime, por marrëdhënia e cila u krijua, një marrëdhënie shumë e ftohtë, një marrëdhënie shumë e egër, një marrëdhënie shumë e largët mes dy vajzave, në këtë rast Benitës edhe Elionës. Unë gjithmonë kam parë një shpirt të bekuar dhe një shpirt të veçantë tek Eliona. Dhe veprimi që bëri Eliona, reagimi që bëri Eliona në momentin më të vështirë të Benitës, kur Benita ishte tepër e mbushur emocionalisht dhe nuk mundeshte më ta kontrollon veten e saj në mënyrë emocionale, Eliona i qëndroi afër, Eliona e mbështeti edhe e përqafoi. Këtë shpirtin fisnik, këtë shpirtin human unë e kam parë gjithmonë tek Eliona. Në të shumtën e rasteve në jetë, ne nuk duhet që të viktimizohemi për të arritur që t'i tregojmë publikut ton se çfarë karakteri kemi ne dhe sa të dhimbsur jemi ne. Eliona pa u viktimizuar fare, pa u pa qarë fare, pa derdhur lot hiç, por duke qëndruar stoike në atë karakterin e saj, po merr një vëmendje të madhe dhe po merr një dashuri të madhe nga publiku shqiptar. Të ulur që të dyja në lavanderi, teksa Benita ishte shumë e ngarkuar emocionalisht, po qante me lot, Eliona i qëndronte afër duke përqafuar dhe duke i treguar që pa marrë parasysh se çfarë ndodhen këtu në Big Brother, ti ke një motor, ti ke një shoqe, ti ke një mike që të qëndron afër. Dhe më pëlqen mesazhi i bukur që Eliona përçon. Prandaj unë gjithmonë, edhe kur kam dhënë informacionet rreth Elionës, rreth jetës së saj, rreth përditshmërisë së saj, jam munduar që t'jap informacione të sakta, të pastra, informacione bindse, sepse Eliona vërtet e meriton, se është rritur në një jetë shumë të vështirë, një vajzë e cila ka humbur nënën në moshë të re, një vajzë e cila ka kaluar një traumë në moshë të vogël që për shkak të një situate të ngarkuar në jetën e saj, Eliona është dashur që të jetojë në një familje gjermane, dhe kjo që po tregon sot Eliona në Big Brother është shembulli se si duhet shoqëria të ekzistojë, se si duhet njerëzilliku të jetë dhe se si duhet ne të falim emocionet, ndjesinë, edhe të tregojmë atë shpirtin ton fisnik ndaj të tjerëve.